Islami ka me vendosë ekuilibra mes gjitha komponenteve të qenies njerëzore. Edhe kur këto ekuilibra që rregullohen edhe në favor të shpirtërorës, Islami intervenon. Jo vetëm në favor të materiales. Dhe kush mendon se Islami duke luftuar materialin realisht e favorizon paskajshmërisht shpirtërorën, nuk është e vërtetë. Se kur ka pasur kur pejgamberët njerëz që e kanë debalansuar formimin e tyre në favor të shpirtërorës, ka intervenuar pejgamberi sa. E kanë kësaj rruga ime apo. E dim rastin e vetrave që ka tek pejgamberi sa dhe domthon kanë kërkuar një farë lloj shkputje nga realiteti i qenies njerëzore. Duke agjëruar tankon, duke mos u martuar, pejgamberi sa i ka ekuilibruar duke e favorizuar tas aspektin material, jo aspektin shpirtëror. Ka unë ha edhe agjëroj, unë martohem, edhe unë flaj kështu me radhë. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ai që nuk e ndiq atë rrugë nuk është për meje. Ka pasur se kur dikush ka bën kush ndjekës i ndjej ide i pejgamberit ai i cili e praktikon këtë këshill. Patjetër. Prandaj po thonë që na ka njerëz që kuptojnë se ne duke e favorizuar shpirtërorën, duke u fokusuar te shpirtëra, mendojnë se kemi një qasje armiqësore me materialin, nuk është e vërtetë. Por me që ka dominu materiala, për të ekuilibruar që njerëzorën duhet të fokusohemi tek shpirtërorja. Sikur të kishte me qenë dominante shpirtërorja dhe braktisja e dunjas, ligjërimi do të ishte i fokusuar në ndërtimin e dunjas, për të rikthyer ekuilibrat e duhur në jetën e përditshme. Edhe pse në orientimin e përditshëm padyshim njeriu në esencë është i përbërë nga pjesa e brendshme, materiali është mjeti, por edhe mjeti është i domosdoshëm në realizimin e qëllimeve të kërkuara. Andaj nëse këtë marrim parasysh dhe e përdormë si standard për të matash ligjërimet tona se ka po shkojnë, ka vretje, ka zbrastine, ka mangësi, por mendoj që në total është një përpjekje e lavdrueshme e shumë xhellarëve për të ekuilibruar këtë shoqëri të çekuilibruar edhe për ta rikthyer në bazën e asaj që kanë es pejgambert dhe na ka mësuar Allahu i manduar. Është një sen me rëndësi me kuptu se zakonisht në debatet shumëta, për shembull në përpjekjet për ta përmirësuar shoqërinë, për të plotësuar mangësitë e shoqërisë, njerëzit janë të prirur për shembull që të targetojnë hoxhallarët, të qortojnë ligjërimin me hoxhallarë, që nuk është për të amnestuar faji asnjë hoxhe, në rregull. Mirë, po për shembull, nëse marrim këtë ndëruar hoxh, këtë bazë, ekuilibrin shoqëror, e marrim apo. Nëse hoxhallarët kushtimisht po them, nuk po ndikojnë atë sa duhet në ekuilibrim. Ku janë masat e tjera intelektuale. Madje ata të tjerë ndoshta më tepër po ndikojnë në ekuilibrim duke forzuar materializmin shumë më tepër. Kërë që mendoj që duhet pas një qasje në gjykim të gjithëanshme në për hir të së vërtetës, jo për hir të ndonjë palë të caktuar që është më ndoshta me qasje hakmarrëse. Tash ju po sulmoni hoxhallarët na po sulmoni juve, nuk na bën punë kjo. Por duhet të them që për ne është më rëndësi ekuilibrimi i shoqërisë dhe përsaktimi gjithkusht me vetën. Ama kur ti për shembull për me e favorizuar atë tonën, duhet me mësulmu ose me shpall një lloj ligjërimi që e favorizon shpirtënon dhe ato që është morale dhe me vlera, apo andaj ti përgjes për çdo ekuilibrim shoqëri, për shkak se tash ti një lloj ekstremi, ekstremi që realisht e anon shoqërinë diku ku nuk duhet. Mendoj që kjo çështje është shumë e rëndësishme që të bashkëpunojmë për ekuilibrim, e jo të luftojmë e që në fundit shoqëria të mbetet jashtë binarëve të rrugës së duhur që duhet me ecë.